ndodhën ndryshime, domethënë 86-88 ju ndëjtët në punuat në Kukës, 88, 90, 90 ndodhën ndryshimet. Ndryshimet xhevosi ti rrije gjithë ditën me Vasën. Po, do rrija me përveç se ishim gjeografikisht nga një zonë, nga Luarasi ka qenë aty. Vetëm gjeografia u pushte apo edhe në jo tjetër? Jo, edhe shumë gjëra të tjera. Çfarë u pushte tjetër për shembull? Po këto veset e mira që ka njeriu, pak alkooli, pak se duhet të merrje nga njëri tjetri, shumë ishte momenti që duhet të vithje. Duhet të vithje. Si thoshin stallarët, zanati vidhet, nuk merret, e kupton? Domethënë ti ja vodhe Vasës apo Vasët i vodhe ty? Po ne s'kishim çfarë vithim, po i vithim gotën njëri tjetrit. Nuk bëshim për dy gota tamam, bile pyetja e parë kur vinte në punë thoshe sa pik bësh, sa pik do thoshe sa lek. Dhe unë që i thosha 7, ai thosh kam dhe 2 unë 9, merrim dhe 2 borç që merrim vodkën e parë. Sa të hape loja. Sa të hape, ndanim në dysh, pastaj rinim kështu e pinim shumë avar, se kishte edhe një teori, tha, alkooli, rakia zakonisht ta pjeta shumë si nxirret. Pik domethënë. Kur pinim ne pik, vinte treni Shkodrës i pari, çoj u dy atje, çoj dy, më të thash ne. Ke peza. Kishte në peza në këmbë. Shumë. A vini njerëz në Shqipëri edhe çoj dy atje, çoj dy atje. Ajo tekja e parë ishte që bënte këmbë, siç themi. Po, mirë. Po pastaj ç'ndodhi gjëva kur u përmbys gjithçka, estrada vazhdoi për një kohë. Vazhduam se patëm një fat të madh që në trupën tonë u bashkangjit Koço de Volja. I cili shkruante jo bukur, por shumë bukur dhe arriti në një pikë që duke ndenjur grup të gjithë bashk, kur shkruante në një material Koço de Volja nuk thoshte me drejtor Hasani, brigadier ndriçimi, siç ishin këto, po Vasua, Xhevua, Gimbajkua, ndante rolet, se duke na njohur i dinte. Edhe për fat të mirë kemi luajtur shumë komedi të bukura. Tash fillimisht botat e Tenverit jo ka qenë 91. Gjuetin e fundit, 91, duke kaluar 92. 92, po. Situata akoma ishte e nxehtë, to Enveristat ishin ishte me rimanga e zezë, na vinin ca copa letre ne. Jeni të dënuar me vdekje. Me rimanga e zezë. Si quhej grupi? Me rimanga e zezë. Këta që na kërcënonin. Kini kujdes. Se ju bën kërcënime, Po, po tash edhe na thirrën një herë në drejtori e Tiranës, ne kam treguar unë, histori e bukur, thotë u kërkon drejtori i policisë, se ka dëgjuar tha kështu. Edhe vete një treshe përfaqësuese, Koço de Volja, Vaspa dhe unë. Tha, Koço, kemi dëgjuar ti edhe skenaristi, tha, dhe ke luajtur edhe rolin kryesor të shoqëruesit Sillon, tha. Tha, mos keni nevojë për ndonjë mbrojtje, tha, çfarë mbrojtje? Po mos ju kërcënojnë ju ashtu. Jo, tha Koço. Bile unë e di shumë mirë, tha, kur vdiq shoku Enver, tha, ambulancat iknin kot për në spital, tha, se s'dëgjuam në një pensionist që i pushoj zemra, tha, nga këta që e donin shumë. Megjithatë, tha, mbaruan me Koçon, unë me Vasën mbanim njëri tjetrin, se ajo na ne pjeshim që në 6, ajo na thirrin në 11, dhe në 11 ishim bërë, e kishim marrë dosë. Vaspa nuk i shikonte që a ish me uniforma, der këtu, edhe unë që e çponja nga mbrapa. Tha, keni nevojë, tha, urdo, e vëtë Vasë. Kemi dëgjuar, tha, shu, çfarë do na ruash ti ne? Po, tha, mos ju... Unë dhe ky, tha, shikon, tha, sa na thot njeri do pini një, si, mos vem ne. Kja djallosim, ta ofendojmë. Po, tha, do vem ne për shemë në banjë, më falë për të bërshurën, a ju na jesë në pije, ku na rojtë, na ruan do ti. Jo këtë drejtë, tha, dolem që nga ju, kjo është historia. Po tash ka ndodhur një gjë që ju rrani duke ty me Vasën. Jo, kjo ishte historia që ne vazhduam atë ditë, se u qetësuam dhe nga ana e sigurisë që s'na trazonte. Po, si trazon njëri, po. Dhe vazhdojmë, domethënë, leximin, se leximi është më embër si fjalë, deri në 3 të natës, duke pirë domethënë. Po. Në 3 të natës, s'mbani mend ku kishim lënë bicikletat. Po përfundimisht u kujtova, unë i kemi në Ministrinë e Brendshme. Po ke teatri. I kishim lidhur të 2 bicikletat, shu. Po kur se i sollëm nga Amerika bicikletat. Ke qenë ti? Po, kem qenë kur erdhëm në Amerikë. 20 kg lejojnë, ne morëm bicikletat të 2, kupton. Për rroba s'bëhe fjalë në një shamp për fëmijë.
Edhe unë e hapa se e kisha me qelës kështu, ajo e kish me kod, s'mande me numrat. Dhe pastaj të shumë, jo këtë radhë, unë afrohesh ajo ikte, se mos ja vithja unë, pas ta vithë unë kodin, mos më kujtojt në një numrit. Jo, këtë radhë, tha, si, këtë radhë shikoj kur ta gjej. Po ti e gjete ka shkollaj, tha shumë, na gjej goglat 6 nga 25 të marim në vile. I hapëm përfundimisht, ora 3 ju tha unë do ipi. Ku ti ipish më pas në mezi po ecim të dy, tha shumë. Jo, tha jam shumë mirë, edhe si që i tha të kemë, si gjigant që ishte, më zedhe mua poshtë, edhe ram të dy. S'dinim si ishim ngatruar, se ishim 4, 2 bicikleta, 2 ne. Mbaj me një person që erdi në shkartisi, do me thënë, na hoqi 2 ne, 2 bicikletat. U quam i morë bicikleta, ku shikoj unë një curil, bas ishte gërvishtur. Bo, vasoj të shumë. E fshiva këshu, vetë se ishim të nëzetë, nuk e ndjem. Vajta dhe unë në shpi, kur shikoj hematoma, bo, tha shumë, kush del nesër në rrugë, do të e zgjidhim, qarë, do i kështi i pari, më tha mua, dhe do të thuash konferencë për shtypë. Lajmëroni mediat. Edhe më lajmëroni mediat, edhe tregova historinë, na dolën nga ca cepa pallatesh, na u odhën kështu. Që mediat e nesër, rrien barbarisht 2 aktorë të estradës, që kishin lojtur film me në Roçën. Ne kishim rrahur veten,